Kështu që unë e falenderoj Agonin dhe falenderoj se cilin që na ndjek nga diaspora, por dhe nga Shqipëria, por dhe që shpërndan emisionin pa emër, emisionin sinjal apo formatet e tjera që do të vinë më pas në antena televizion, por duke u rikthyer te tema tashmë nga që më ngacmove pak Marsit, Goffman ka qenë një prej themeluesve të shkollës të Chicagos. Po. Dhe janë koncepte sociologjike dhe flet për jetën e dramaturgjisë, pra i thot që personazhet caktuar në jetën e përditshme veshin maska. Pra, ndryshe sillet në një personazh në shtëpi, ndryshe sillet në vendin e punës, ndryshe sillet dhe në jetën e përditshme. Pra, po të shikosh këto maska ti i vendos apo këto sjellje ja implementon vetes në momente që ti nuk e ke bërë këtë procesi normal. Po. Pra, tashmë për shembull se më kujtua Goda e Verës. Zoti Mazniku mbase në rini kur ka qenë te mjafti këto nuk e ka pas mundësinë ta shijonte Godën e Verës në qetësi. Se strapacoi, lodhej, ata bënin festa me njëri tjetrin, në zbënin festa. Të visheshin edhe kështu. Pse detyroheshin thua, nuk e bënin me qejf. Se më thën kur dilin për festë, një palë pantallona, një bluzë kanë pas, i qellonin ato që ishin larg vishin rrobat e mamas ose të tallës. Ata do të thënë ishin, kemi edhe ca foto me që se s'ka një palë pantallona ka pas atë kohë për Mazniku valla. Se ka dash vishin se fejmë. Kishim edhe do të nik fest, pantalloni këtë lamë lek për bleske, valla. Fustan me plagës futa për fest. Kishin edhe ca foto që ngatronin rrobat me njëri tjetrin. Sot kanë vila me plaga floride valla. Kështu që në këtë pjesë kjo mund të shpjegohet, edhe sociologët me njëri tjetrin. I veshon bluj. Kështu që jo, ne kemi edhe unë kam stakuar. Unë kam stakuar këtu. I vetmi që i ndron xhaketat je ti Marsit tu te. Unë s'kam xhaketë me këmishë të thua xhaketë. Kështu që mbi këtë premisa, mbi këtë teori sociologjike mund të shpjegohet edhe lëvizja e Maznikut, pse lëviz me verë sot. Thelbi është ky, duhet ta shikojmë në makro. Edi Rama, i cili është njeriu më i pushtetshëm edhe më i ditur që ka vendi jon, edhe këtë e them absolutisht pa pikën e ironisë të cinizmit, sepse tregon fakte dhe në fund ditës do ta pranojmë. Dua di psikologjikisht si ndjehet kur shikon që njerëz tek cilët ai ka besuar dhe i ka vënë mbi supë themelet e këtij shteti, bien për kaq pak dikush bie dikush bie se bën një ligj që vllai vet mos ekstradohet në Itali. Nga ministri i brendshëm arrin deri aty sa shantazhohet nga një ish kryetar kooperative në Korçë. Një tjetër ku dëgjon për shkak se nuk ditë edukoj bashorten, bie në burg ku dëgjon se det. Si dyshonte këto ish kryetar kooperative, sa do mund të fuqishëm. Një tjetër ku dëgjon për shkak se ka lidhje një figurë politike me drejtora të fuqishëm me pronar bankash, detyrohet bëhet sot prezantuese. Një tjetër domethënë kjo kast politike. Dihet i kënaqur, dihet i gjithë pushtetën dhe këta më katar, këta bien te preja dobët. Ai thot këta joshin, këta nuk i josh pushteti, këta i josh ose trupi ose leku. Edhe mbi këtë premisë ai e ka kuptuar, thot mua nuk më josh, mua më josh vetëm pushteti. Këta për t'i mbajtur të gjithë në zinxhir ai, pra lekët i bëjnë këta, Rama mbron pushtetin nëpërmjet lek para shtyrë, po nuk prek. E tha pra, përgjegjësinë ka thënë e keni gjithë individuale, përfitimet janë kolektive, jo kolektive. Përfitimet do vinë tek unë, por partia do marrë ato. Edhe një ministër që ka qenë rati, thuhet që ka vajtur takoj një nga oligarkët më të mëdhenj, i cili kështu ka dhe stemën e këtyre herojve kombëtar. Edhe i ka kërkuar pjesën e hedhur në kulla në gjëra që bën, sepse do iki ka thënë, kanë do kenë probleme ligjin, i ka thënë pa merak 2-3 ditë, flitet që ka vajtur tek Lartmadhria dhe i ka thënë çfarë lekësh do ai ato janë lekët e partisë. Janë lekët e partisë, po ti e di që një kur të thotë çfarë pagash bën këy me emër, me lekët e partisë. E di ti që një nga këto që nuk është më deputete Marsit ishte. Ta harrojnë që Rama vlla më fal, i vështron. Rama i vështron sepse Rama pret si ai prindi vlla që shikon fëmijën mos gaboj, Rama këta i don fillim. Pastaj nga që ndjehet i zgënjur i dëmton, në kuptimin që i çon i hedh me duart e veta. I do aq shumë tregonin o Marsi tregonin për këtë ekstreme është barabartë me neglizhencën totale. O Marsit për fuqinë e këtyre njerëzve të biznesit dhe oligarkëve tregonin edhe një histori për një nga këto deputetët që s'do jetë më deputete. I tha Zeqinea. Jo, nuk po e them emrin, se po i thoshim për shembull që jo, i thonin që kësaj radhe e ketë sigur që do jesh ministre.
Gjimon Krefej bëj gati, do bëj ministër. Sa e që vinte finishi, bëshin emra tje, bëshin emra tje ministër. Kështu që mbi këtë premisa, kjo situatë duhet kuptojmë që sa është tragjike, sa është dhe komike, por unë besoj që Ramës e gjithë kjo panoram me këta mëkatar që ka rreth vete, si shion. Sepse i mban këta mëkatar që mos të jetë vetë mëkatari kryesor. Mira, bënë, unë ku ta gjesht të mëkatar, më se zjenë dot. Po duhet ai që është telefonin që ti shikosh. Jo më se nga që shpërndava këtë dhe ka qenë dhe Ngjellushe Osmani që këtu po ta komenton, respekt e Ngjellushes, thotë po si gjykoni ju. Në çfarë sensi si e gjykojnë? Logjikisht, me abstragime Ngjellushe. Si, mos po edhe mbi fakte, aty ke edhe fakte. Nuk është se po gjykojnë. Në çfarë sensi si e logjikojnë? Babaju jep kuletën e shtëpisë, ka të drejtë Ngjellushe, ka kuptimin pra që është ai që jep fondet edhe ti lexoj deri në fund do bursa. Tash sa po bëjmë komentin e vet dhe ai. Ngjellushe të kërkojmë ndjesh, po zotria. Ja tash e lexoj tamam, Ngjellushe të përshëndesin, po. Kështu që mbi këtë premisa ai u jep kuletën. Dhe i thotë, aja u jep bosh kuletën, nuk është nga ta papash. Busheni e stileni të unë, i thotë. Dhe pasaj thotë pse e mbushën. Pse e mbushën? Edhe shpërndani 5 frankë. Ata duke e mbushur, nuk e çojnë tër dëngun aty dhe ai... E drejtë është Ngjellushe ka drejtë, ata vjedhin, baba është i kënaqur, kjo është formula. Edhe mirë bën më. Kështu që mbi këto premisa shkon çdo gjë. Shiko, si këto premisa përfundimi, për çdo gjë nuk shkon aq kollaj në këto premisa se nga njëherë vlla, prandoria që ndërtohet shumë mbi vjedhje është me kollaj që të biri. E di pse, sepse ai do ikje ka thënë vetë më. Leku që vjen qyl, leku letër. Leku që vjen qyl vlla. Po çaj qyl me ata po bëjnë gjithë burg ti qyl, ajo 65 veta pas sekut. Çfarë është burg? Asi gjë më. Po na vjen ndonjë ofertë edhe neve më të firmosim në tender për 5 milionë euro ti bëj 2 vite burg. 5000 kanë një atë. Po e thon me fjalë që burgu është i lehtë, po ata që e provojnë kur dalin nga aty. Çereko po thonë që jemi si presidenti Kavalishent thash. Po kënaqem, tha, ish zoti Meta, tha. Mirë, po Meta ka qenë peshngrit, ka qenë sportist, nuk e marrë. Nuk e bën pesha të rënda. Po bëj pompa, tha, revista dhe filma kam sa duash. Por ata revista kanë gjithë, çështja që ndron si dalin nga aty. Valla sa të kanë revistat viteve 99-2000, Meta i ka të fundit me holograme. Ai ka kërkuar edhe takime. Thotë, ore pse sa ofron ky Meta ore ne? Po. Ti shkojmë edhe neve, shkojmë me të tre atje. Bëjmë një live aty në burg. Me kënaqësi më të madhe vetë, unë kam edhe një pyetje Marsit. Këto parat, këto taksat. Se ja futa mikrofon. Këto do na kthehen neve ndonjë ditë këto vjedhje të mëdha që janë bërë. Tani të pyes si jurist sa ekziston apo kush i mori gëzoj. Dgjoj, ka ndryshuar koha vlla sepse nëse deri dje thuaj që burgu është për burra, sot burgu është për pasanik. Nuk është më për burra. Edhe pasanik janë këta që kanë rënë brenda. Tash përpara që do kthehen, do të kujtoj një histori, ka qenë thuaj dikush i cili jepte para borxh. Edhe jepte edhe me idenë që do i marrësh mas disa vjetësh. Po. Prap, edhe bën të ndërlidhsi midis njerëzve. Ta them domish. Thelbi është ai në fund parat kur i kthen dikush i merr, dhe i vjen njëri thotë ato parat tona. Do i marrë na herë, por i thaj për të marrë, tha miqë, do i marrësh, i tha, po ke të sigurta ku janë. Ktu i tha, kur ti nxjerrit ata si. Kur ti nxjerrit ato jashtë. Kurse unë di një tjetër që ishte po prapë me këto parë të borxh. Shko tek burrin uf puf, shtëpi uf. Që ka lidhje me këtë, më kupton? I thotë, nusja çka ke mor burrë se më çmendë, thotë, po lëre tani stregonte i shkreti ditë parë. Shkon ditë dytë prapë ke uf. Qa kemë burë se më hoqe trurin, do vdesësh nga marnasi. Stregon të burë, i ditë tretë, puf. O burë fëllë, se nuk mund të vazhdojt më kështu, tha. Le gru, tha, se i ka marrë borç, e zemë merë mali, tha, edhe s'ka mundësi t'ja kthej, tha. Po, të halë këti, si kështu shkur e ke gruan trime, që ta kuptoni edhe thelmi. Këtë halë këti morë burë, tha, që ke marrë ermali tek borç, se e zgjidho, se i kishte edhe komshi, një dalë në balkon, o Ermalo, doli Ermali. Trapin do t'japi burri im, tha. Edhe u këthim shpi, tha, po ti gru, tha, pse? Shne kështu, tha. Po të ri Ermali pa gjumë, tha, pse të rim ne, tha. Ermali që zë marri lekët, Ermali dhe mos lekë. Kështu që këtë premisë se ka këta të gjithë. Kështu që, o vlla, kështu ka njësë ke punë. me kaq hallet sa ka Shqipëria, Partia Socialiste le që s'kthejnë gjë mrapsht, do akoma. Do me na lënë dhe pa gjumë është ideja, a kupton?
Nuk është ky thelbi. Mbi këto Lek nuk merr. Vlla, unë mendoj. Problemi është që edhe pa gjumësia duhet me e panë në kontrvështrim tjetër, që më mirë ta marrin vesh që s'po na japin, nuk na kthehet gjë mrapsh, e ta bën dhe gjumin ra, qa humbën, u humbën.